Nuk, asë një ide nuk të doja ta As nuk e ka improvua, po. Më besoj që asë një ide nuk të doja ta përjetoja. Jo, nuk do në mi përjetu kërkosh, po them atë ka rastis. Realisht, jo. Unë e pranoj po e përsëris. Në një dhunë psikologjike edhe mund, gabimisht edhe mund t'jetë shfaqur, do shfaqet gjithnjëj. Absolutisht po. Por dhuna fizike unë nuk e toleroj. E ti a ke dhunë unë e i moshkull psikologjike? Besoj se po. Absolutisht, besoj se po. Kështu që jemi bare si kjo gjë. Ato neve ne ato. A je xheloze në raporte? Jam deri diku një farë pike, jo xheloze ekstreme, po xhelozi deri e pranueshme mirë. Nëse nuk ka ndjenjë xhelozie, mendoj që nuk ka as dashuri. Nuk ka as dashuri. Sa është ajo masa? Për shembull. Masa? Ana një shembull, cila është masa? Për natyrën time do ishte 70% dashuri, 30% xhelozi. Unë. Jo, për rastin për shembull konkretisht, a do të kishe qenë xheloze sikur t'ja gjeje një mesazh në telefon. Është një farë xhelozisë. Absolutisht ajo tregon besnekërinë, absolutisht po. Ajo tregon, unë nuk do ndihesha mirë në raportin tim të shikoja mesazhet të partnerit me dikë tjetër. Jam shumë dua të më thonë, jam natyrë që të ma thot. Në momentin që ma thot, ma vë në dukje, tërhiqem unë, e jap unë dorëheq nga raporti dhe mund vazhdoj lirë jetën e tij me kudo. A është e barabartë sikur i dashuri të kontaktoj me një vajzë të cilën nuk e nje, ose i ka bë like në Instagram, ose tenton me komuniku me të në Instagram, sikur me një ish.